Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Falënderimet tona janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për zotërinë e njerëzimit, Muhammedin, familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshëm. Po takohemi edhe sonte me lenin Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me shpjegimin e librit të Buhariut, i cili ka të bëjë me edukatën. Kjo është ligjërata e tretë me radhë. Në takimin e kaluar kemi filluar me shpjegimin e librit dhe kemi folur për disa prej temave që kemi thënë se e kanë rëndësinë e tyre, për faktin se po të mos ishin tilla, Imam Buhariu nuk do të përzidhte që të hap librin pikërisht me ato tema. Kemi thënë se tema e parë që është trajtuar në këtë libër ka të bëjë me respektimin e prindërve. Përgjatë shpjegimeve kemi vënë re një metodologji të cilën e ka ndjekur Imam Buhariu dhe e cila flet për një profesionist të fushës. Fillimisht Imam Buhariu ka sjell hadithe të përgjithshme që trajtojnë temën, e pastaj ka sjell hadithe që janë, si thuash, detajim ose shembuj të asaj që ai ka përmendur në fillim. Pra në fillim ka përmendur hadithe të përgjithshme, pastaj hadithe që e kanë trajtuar në mënyrë të veçantë një temë. Edhe sonte me lenin Allahut te bareke ve teala, ne do të vazhdojmë me po të njëjtën temë, mirë po nga një këndvështrim tjetër. Sonte e kemi në fokus fillimisht kapitullin e 6, i cili ka të bëjë me kundërshtimin e prindërve dhe arrogancën ndaj tyre. Ata që kanë qenë me ne, për shkak se këto tema janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, na duhet që t'i referohemi edhe takimeve paraprake. Ata që kanë qenë me ne në takimet e kaluara, kanë dëgjuar prej nesh hadithin cilin Muhamedi alayhi salatu wassalam respektimin për prindrit e kanë ngritur në pozitat më të larta. Ndër veprat më të dashura për Allahun te bareke ve teala është edhe respektimi i prindërve. Ndërsa tani në këtë kapitull Imam Buhariu e sjell një hadith i cili flet për mëkatin ndaj prindërve, për arrogancën ndaj prindërve, për mosjelljen e mirë ndaj prindërve, si një prej mëkateve më të mëdha. Pra ashtu siç respektimi i prindërve konsiderohet si vepra më e mirë tek Allahu te bareke ve teala, po kështu edhe kundërshtimi i tyre llogaritet si një prej mëkateve më të mëdha që janë tek Allahu te bareke ve teala. Imam Buhariu e ka hapur këtë kapitull me hadithin e Ebu Bekrës, në cilin qëndron se Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë: Ela unebbiukum bi ekberil kebair. A dëshironi t'ju tregoj se cilat janë gjunahet më të mëdha, cilat janë mëkatet më të mëdha? Thanë, po ja Rasulullah. Madje Muhamedi alayhi salatu wassalam e përmendi këtë 3 herë. Pra 3 herë u bëri pyetjen, a keni dëshirë t'ju tregoj se cilat janë gjunahet më të mëdha? Thanë, po ja Rasulullah. Pastaj filloi Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe tha: El ishraku billah wa uququl walidain. Me mohu Zotin, me i përshkru Zotit shok, si dhe me u sill keq me prindrit. Ka qenë i shtrirë e pastaj u ul edhe tha: Ela wa qawlu zur, mëkat i madh shehni, është edhe shpifja. Pra në këtë hadith Muhamedi alayhi salatu wassalam po na flet për 3 prej mëkateve më të mëdha që ekzistojnë. Është mëkati i idhujtarisë, ai që beson më shumë se sa një Zot, është mëkati i shpifjes dhe ndërmjet tyre Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka futur edhe arrogancën ndaj prindërve. Edhe këtu nderuar vëllezër, ne kemi të bëjmë prapë me të njëjtën metodologji që Imam Buhariu e ka ndjekur, sikur në kapitujt paraprak. Kjo që ne po përmendim tani e pasqyron në formë të përgjithshme mëkatin ose kundërshtimin ndaj prindërve. Ndryshe në vazhdim, ne do të kemi detaje me lenin Allahut te bareke ve teala, cilat do të sjellin disa indësi rreth asaj se
sa i madh është mëkati karshi prindit. Pra ai që kundërshton prindin, ai që nuk kujdeset për prindin, ai që ka sjellje të keqe me prindin, ai ka bërë një mëkat madh. Dhe çfarë është ai mëkat? Me lejen Allah te bareke ve teala, ne do të shohim edhe shembuj konkret se si manifestohet ky mëkat. Ajo që këtu do doja të përmend, nderuar vëllezër, janë dy çështje që kanë të bëjnë me koncepte. Pra derisa jemi te ky hadith, janë dy çështje që janë koncepte dhe që ne duhet t'i dimë. E para këtu po përmendet që Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë, atë ju tregoj se cilat janë gjunahet më të mëdha. Çfarë nënkupton sipas fesë gjunahu më i madh. Dhe e dyta është arroganca ndaj prindit. Ne kur kemi fol për mirësjelljen në javën e kaluar, kur kemi fol për mirësjelljen me prindrit, kemi përmendur se është koncept i cili ka domethënjet e veta. Edhe tani këtu do të vrej me lejen Allah te bareke ve teala, edhe për mëkatin e madh, edhe për arrogancën ndaj prindërve, se çfarë në të vërtetë nënkuptojnë. E para, mëkati i madh, sipas disa dietarëve, unë kam përzgjedh Ibn Hajar el-Asqalanin, ka thënë se është secili mëkat për të cilin Allahu te bareke ve teala ka kërcënuar se do të ketë ndëshkim në botën tjetër, se dhe ka caktuar masë ndëshkuese në këtë botë. Pra çdo gjuna për cilin në këtë botë ka ndëshkim me ligj dhe në botën tjetër ka ndëshkim në ahiret. Për shembull, konsumimi i rakis është për gjunave të mëdha, po? Pse? Nga se në këtë botë ka ndëshkim për katës për të, edhe në botën tjetër ka ndëshkim për katës për të. Pra, nëse në këtë botë është i parapar një dënim për një vepër të caktuar dhe në botën tjetër është kërcënuar kryesi i saj se do të dënohet, atëherë ajo vepër konsiderohet mëkat i madh. Çfarë nënkupton arroganca ndaj prindërve? Ashtu siç kemi përmendur që mirësjellja me prindrit është koncept i zgjeruar që përfshin çdo vepër të mirë të mundshme. Po kështu edhe arroganca ndaj prindërve është koncept i zgjeruar që përfshin çdo vepër të keqe të mundshme. Madje në Kur'anin të madh është përmendur edhe ajo që konsiderohet si niveli më i ulët. Wala taqul lahuma uffin. Dhe mos ju thuaj prindërve, nëse të urdhërojnë për diç, mos ju thuaj as of. Pra kjo është niveli i fundit që më i ulti, që për te ti nuk ka, që nuk kupton se koncepti për arrogancën ndaj prindërve. Para mendoni. Nëse ndalohet mi thon babës edhe nanës of, po tjerat me kundërshtum, ose sikur sot për shembull fatkeqësisht ishte një lajm në media që vajza e ra babain. Çfarë mëkati konsiderohet ky? Pas një dyshim prej atyre mëkateve më të mëdha. Kalojmë tutje. Në kapitullin vijues, në kapitullin e 8, në kapitullin e 7, më falni, Imam Buhariu fillon me shkoqit këtë konceptin për mëkatin ndaj prindit. Fillon me sjell një shembull dhe ka emërtuar kësaj Allahu e mallkoft njeriu që i mallkon prindrit e vet. Allahu e mallkoft njeriu i cili i mallkon prindrit e vet. Siç kemi vënë re, nderuar vëllezër, shumë do të kisha dashur që ti kishit ndjek me rregull për shkak se ka një ndërlidhje interesante ndërmjet ligjëratave. Për shembull, kapitullin e parë Imam Buhariu ka përzgjedhur që me emërtu, me titullu sipas një ajeti. Ky emërtim i këtij kapitulli në fakt është shkputje prej një hadithi. Dhe kjo flet se sot kanë qenë kujdesshëm dietarët e parë, që madje edhe në ato aspekte teknike, ky është aspekt teknik, kanë përzgjedhur ajete ose hadithe në mënyrë që të jenë sa më afër Kur'anit dhe Sunetit. Në këtë kapitull Imam Buhariu ka përmendur një hadith interesant. Një hadith nga Aliu radiallahu anhu, të cilin e ka pyetur dikush. A të ka veçu me diçka Muhamedi alayhi salatu wassalam ty që nuk e ka veçu me të dikë tjetër? Aliu radiallahu anhu tha jo. Jo mua, por askënd Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk ja ka lënë një mesazh sekret që nuk ja ka treguar dikujt tjetër.
me përjashtim, mua më ka lënë diçka që unë e kam në këllëfin e shpatës. Shpata e ka këllëfin ku ynë, dhe prej aty e ka nxjerrë një letër në cilën i ka lexuar këto 4 fjalë. Ka thënë: Allahu e mallkoft njeriun i cili therr kurban jo për Zotin. Allahu e mallkoft njeriun i cili i ndryshon mexhat. Allahu e mallkoft njeriun i cili i mallkon prindrit e tij, dhe Allahu e mallkoft njeriun i cili e strehon një shpikës në fe. Ajo që po e përsëris prapë, nderuar vëllezër, është se Imam Buhariu këtë libër e ka përzgjedhur që të ketë për temë moralin. Dhe ndonjëherë i sjell hadithet komplet, mirë po synon vetëm një pjesë të caktuar me to. Dhe në këtë rast Imam Buhariu e ka synuar këtë pjesën la'an Allahu men la'an walidej. Allahu e ka mallkuar ose mallkoft atë që i mallkon prindrit e tij. Pra, ky është një prej këtyre haditheve që Imam Buhariu e ka përmendur këtu në këtë kapitull dhe i cili e ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe që mua të nderuar vëllezër më duhet ta bëj një shkputje për dalë jashtë temës për të shpjeguar diçka që ka të bëjë me këtë hadith, por jo me temën tonë drejt për drejt. Në këtë hadith, siç pam në fillim, Aliu radiallahu anhu është pyetur nëse pejgamberi alayhi salatu wassalam atij i ka lënë ndonjë porosi të veçantë që s'ja u ka lënë tjerëve. Jo siç e dini edhe sot e kësaj dite, shehetët thirrën kinsën atë që Aliu ka një verzion të caktuar të Kur'anit, Aliu ka disa gjëra që të tjerët nuk i kanë, pra e veçojnë Aliun me diçka që pastaj në bazë të saj edhe glorifikojnë, e shenjtrojnë madje ka grupe prej tyre që e kanë llogaritur edhe për Zot. Në këtë hadith vet Aliu radiallahu anhu po e mohon një gjë të tillë dhe nuk ka argument, nuk ka provë më të madhe se sa kjo kur vet personi e mohon një gjë të tillë. Mirë po krahas saj ne kemi edhe hadithe dhe unë po i përmend për faktin se mund edhe që dikush që ndoshta nuk i ka rënë më herët që ti dëgjoj se ti lexoj. Kur Muhamedi alayhi salatu wasallam ka shkuar në betejën e Tebukut në vitin e 9 sipas hijretit, e ka lënë Aliun radiallahu anhu zëvendës në Medinë. Edhe llogarit që kanë qenë sahabët, subhanallah, nuk kanë ikur prej përgjegjësive, madje Aliu radiallahu anhu është ndier, nuk po themi fyer se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk e ka fyer askënd dhe ne duhet kemi kujdes në fjalorin tonë, shprehjet tona. Mirë po është ndier i lënduar, pse nuk i ka ardhur rasti që të merr pjesë në një betejë. Prandaj ka thënë Muhamedit alayhi salatu wasallam, unë që kam marr pjesë në betejë, tani po më lë që qëndroj me gra dhe me fëmijë. Muhamedi alayhi salatu wasallam i ka thënë, a nuk ke dëshirë o Ali që ti në raport me mua me qenë siç ka qenë Haruni me Musajin alayhi salam. Haruni ka qenë vëllai Musajit alayhi salam. Musaj pejgamber, Haruni pejgamber alayhi salam. Përveç që nuk ka pejgamber pas me, ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Pra mos me leju me u keq kuptu kjo, sikur Muhamedi alayhi salatu wasalam po aludon ose po e lënd nën kuptohet se Aliu mundet me qenë edhe pejgamber, ka thonë ti je sikur Haruni në raport me Musan, mirë po pas meje nuk ka pejgamber. Nga se Haruni ka qenë pejgamber pas Musait alayhi salam, ndërsa pas Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk ka ma pejgamber. Çështja tjetër që neve na intereson nderuar vëllezër këtu është se çfarë nënkupton mallkimi i prindërve ose çfarë përfshin mallkimi i prindërve. Ne pam se këtu Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë la'an Allahu men la'an walidej. Allahu ka mallkuar atë që i mallkon prindrit e vet. Kanë thonë dietarët, për shkak se ka dhe tekste, mallkimi është dy llojesh. E para, kur dikush drejt për drejt e mallkon babën ose nanën. Me thonë babës ose nanës, Allahut më mallkoft, je i mallkuar prej Allahut te bareke ve teala. E dyta është kur ti je shkak që dikush me ta mallku prindin. Prandaj duhet kemi kujdes në shprehje, prandaj duhet kemi kujdes në fjalë dhe vepra për shkak se mbajnë përgjegjësi. Në qoftë se dikush i ka thonë filanit,
Allahu ta mallkoft babën. Edhe ai pastaj thot Allahu ta mallkoft edhe ty babën, konsiderohet që sikur ti e ke mallku babën. Pse? Për shkak se je bo shkaktar. Në fe, nëse je shkak për një mëkat, e ke edhe ti përgjegjësinë të paktën pjesëmarrjes në atë mëkat. Ndryshe këtu, siç ka ardhur për shembull në një hadith Muhamedi alayhis salam ka thënë, Allahu mallkoft atë që i shan prindërit e vet. Tha ja Rasulullah, a ndodh që dikush me shah prindin? Tha po, ja shan prindin dikujt e pastaj bëhet shkak dhe ai ja shan prindin, ja shan nanën, madje ka ardhur me tekst në hadith. Pra ajo që neve na intereson këtu është se mallkimi përfshin dy format. Formën e drejtë për drejtë edhe formën indirekte. Formën e drejtë për drejtë kur dikush e mallkon babën ose nanën me fjalë drejtë për drejtë, dhe forma e dytë kur e mallkon dikë tjetër e pastaj ata i mallkojnë prindrit tunë. Kapitulli i 8 është një kapitull në cilin Imam Buhariu e ka shfaqë profesionalizmin e tij duke përthekuar temën nga gjitha aspektet. Gabimi jonë më i madh, nderuar vëllezër, është kur ne ndonjëherë kemi lexime gjysmake të temave, lexime gjysmake të teksteve, edhe përpasoj dalim me konstatime që janë shumë të gabuara. Ajo që kërkohet prej nesh është që me pas një pasqyrë të përgjithshme, në mënyrë që mos me thonë diçka që mundet me qenë mangët, ose mundet me qenë prej një perspektive. Prindrit respektohen, prindrit duhen, prindrit duhet me qmu shumë, mirë po ka një kufi. Dhe pikrisht Imam Buhariu e ka përmendur në këtë kapitull, këtë kufi ka thënë, prindrit respektohen për aq kohë sa respektimi i tyre nuk paraqet mëkat. Ne pamë se me i kundërshtu prindrit është prej gjunave më të mëdha. Mirë po ka raste kur fjala e prindit nuk duhet të çohet në vend. Ka raste kur kundërshtimi nuk është gjuna, nuk është mëkat. Dhe këtë na e shpjegon në një hadith të jetë interesant, në cilin Ebu Darda thotë se pejgamberi alayhis salatu wassalam më ka porositur me 9 gjëra. Unë i thash edhe më herët se Imam Buhariu i ka përmendur hadithet komplet për shkak se kjo është metodologjia e hadithologëve, ndryshe ka synuar pjesë të caktuara. Në këtë hadith, për shkak se ka edhe diçka tjetër që neve na duhet për të argumentuar me të, unë po i përmendi vetëm 2 gjëra. E para, unë ka porosit Muhamedi alayhis salatu wassalam, mos me mohu Zotin, edhe nëse masakrohesh dhe digjesh. Dhe e dyta ka thënë, unë ka urdhëruar me i respektu prindrit, edhe nëse ta marrin pasurinë tënde. Janë 9 gjëra, po unë po i përmend vetëm këto 2 edhe për shkak të kohës. Dhe për shkak se fshihet një interpretim i veçantë që neve na duhet këtu. Imam Buhariu, nderuar vëllezër, nëse për shembull ne lexojmë këtë hadith, në shikim të parë na duket që nuk ka të bëjë me temën. Ne po flasim që prindrit duhet me i respektu për aq kohë sa respektimi i tyre nuk paraqet mëkat. Pastaj Imam Buhariu po vjen po e përmend këtë hadith në cilin sikur në shikim të parë nuk ka argument për çfarë po përmend. Mirë po Imam Buhariu ka meritat e veta veçmas në këtë libër. Ne do të me lejen Allahu te bareke ve teala gjatë shpjegimit do të përmendem edhe shembuj tjerë kur nuk ka hadith të drejtë për drejtë, por ai argumenton me një hadith që neve na bën me dije se argumenti për këtë temë është ky. Dhe në këtë rast Imam Buhariu ka përmendur këtë hadith në këtë kapitull duke na bërë me dije se respektimi i prindërve e ka një kufi se. E para, nderuar vëllezër, Imam Buhariu ka përmendur çështjen e besimit. Ka thonë beso Allahun dhe mos e moho atë, edhe nëse masakrohesh apo digjesh. A është për qëllim kjo që është përmendur në tekst? Jo, në bazë të rregullave të përgjithshme të fesë, nuk është kjo për qëllim. Pra, në disa raste janë përmendur në mënyrë alegorike ose në mënyrë të egzageruar, në mënyrë të stërzmadhuar,
në mënyrë që neve të na nxisin për të mbajtur për feje. Ndryshe ju siç e dini, nëse njeriu ekziston në një situatë, për shembull kur i rrezikohet jeta, dhe kur veprimi i tij nuk paraqet pasoja fetare. Për shembull, është një njeri i thjeshtë, cilin e kërcënoi se nëse nuk thu, nuk ka Zot, ne kemi me të vrarë. Ky është njeri i rëndom. Nëse e ka besimin plot në zemër, atëherë fakti që fjala e tij nuk ka ndikim në masën e gjerë, edhe nëse e thot këtë fjalë, nuk e nxjerr prej besimit. Dhe ka lehtësim tek dietarët që ta thot një gjë të tillë. Prandaj duke marrë parasysh këtë pjesë dhe këtë mënyrë të interpretimit, kanë thënë dietarët se edhe me këtë pjesën e dytë, kur po thotë që prindi ka të drejtë me të marrë pasuri, me marrë pasuri fëmijës dhe fëmija nuk duhet me kundërshtu, edhe kjo është paksa e egzageruar, në të kuptimin jo që Zoti mos e dhënë, me dhënë se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë diçka që nuk është e vërtetë, por se synimi ka qenë që neve me na nxit. Pse? Pse po themi këtë? E para për faktin se pikërisht në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wasallam respektimi për prindrit kurzohet në dy forma. E para kurzohet nga parimi. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasallam në një hadith të saktë: La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Krijesa kushdo qoftë nuk respektohet nëse fjala e tij bën kundërshtim me fjalën e Allahut te bareke ve teala. Qoftë bab, qoftë nan, qoftë hoxh, qoftë çdo kush që ty të urdhëron për diçka që është mëkat, kushdo qoftë ai, fjala e tij nuk respektohet. Dhe e dyta, a është synuar kjo që është thënë në hadith? Jo, kanë thënë dietarët. Për arsye se prindi ka të drejtë me marrë prej pasurisë së fëmijës me disa kushte që i kanë përmendur dietarët. Unë kam përzgjedh një shpjegim të cilin e ka bërë Hoxha Uthejmini, Allah mëshiroft, dhe i cili ka thënë se prindi ka drejt me marrë e para nëse ka nevojë, e dyta mos me lëndu fëmijën e tij, edhe e treta mos me marrë prej një fëmije me ia dhënë tjetrit. Pra nuk ka drejt baba dhe nana me ia marrë djalit, me shku ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, babës edhe nanës nuk duhet më thonë jo, edhe nëse ta marrin krejt pasurinë, nëse është në pyetje për nevojat e tyre, ju jep pasuri, kanë drejt me marrë. Mirë, po nëse marrin dhe ja japin fëmijës tjetër, kjo nuk ju lejohet. Pra ky është kurzimi që është përmendur në këtë hadith. Diçka do doja, nderuar vëllezër, edhe pse këtu bëhet fjalë për refuzim të prindit. Ajo që ne duhet ta kemi parasysh është se refuzimin në asnjë rrethon, siç do të përmendim edhe në vazhdim, nuk nënkupton fjalët e vrajshta. Me thonë o bab, po ti je gjunaqar, po ti je alkooliqar, po ti je kështu ti, këto janë shprehje që nuk guxojnë, edhe nëse baba është i tillë. Janë shprehje që nuk guxojnë me qenë në fjalorin e fëmijës së tij. Pra nëse prindi të urdhëron për diçka të keqe, duhesh me marr, me ul bashkërisht me të, me i shpjeguar se arsyeja pse ti po e kundërshton nuk ka të bëjë me mos respektin ndaj tij. Mirë, po për shkak se kjo çështja, kjo fjala që ta ka thonë nga perspektiva fetare nënkupton mëkat. Prandaj përderisa fjala e Zotit duhet të jetë e para, atëherë nuk mundesh që me respektu. Në hadithin e dytë, Imam Buhariu na përmend një shembull të një vepre e cila është tejet e madhe dhe që ne në fakt e kemi përmendur edhe në ligjëratat e kaluara. Vetëm sa për përkujtim, ju kemi thënë se Imam Buhariu në këtë libër, kur përsërit hadithet, e ka një rregull që nuk i përsërit me të njëjtin sened, ose ka disa shtesa në tekst që e arsyetojnë pse e ka përsëritur hadithin. Është përmendur nga sahabiu nderuar Abdullah ibn Amri, i cili ka thonë ka ardhur një njeri nga Jemeni tek pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe ka shprehur gatishmërinë me marrë pjesë në xhihad. Muhamedi alayhis salatu wassalam i ka thënë e hayyun walidak,
a i ke dy prindrit gjallë? Tha po. I tha fe fihima fe gjahid, kthehu dhe lufto tek prindrit tu. Pra, kthehu, respektoj prindrit tu, nga se respektimi tyre është gjihad. Pra, ne në këtë vepër, në këtë hadith, po shohim se si Muhamedi alayhis salatu wassalam ka kërkuar që respektimi të prindit të jepet përparësi madje edhe ndaj atyre veprave vullnetare që kanë vlerë absolutisht më të madhe. Pastaj Imam Buhariu ka përmendur në një kapitull vijues, një hadith i cili na flet për respektimin e prindërve në një kohë të caktuar. Ai ka përmendur hadithin e Abu Hurairës, në të cilin qëndron se Muhamedi alayhis salatu wassalam 3 herë ka thënë raghima anfo, raghima anfo, raghima anfo. Është degraduar, është degraduar, është degraduar. Tha ja Rasulullah, kush? Kush është ky njeri që po e përmend 3 herë që është degraduar? Tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, men adraka walidayhi 'inda al-kibr aw ahadahuma fadakhala an-nar. Ai njeri që dy prindrit ose njënin prej tyre i ka zënë në pleqëri dhe nuk ka hyrë në xhenet, ky njeri është i poshtruar. Ky njeri është i degraduar. Pra, respektimi për prindrit është çdo herë i kërkuar. Mirë, po në këtë hadith është nënvizuar pleqëria për 2 fakte. E para se në këtë kohë ka nevojë më shumë. E dyta se pleqëria e paraqet atë trenin e fundit për fëmijën që ta respektoj prindin. Pra pleqëria pas pleqërisë ma nuk ka një moshë tjetër, ka vdekje. Prandaj është momenti i fundit, ai që dëshiron xhenetin, ai që dëshiron shpëtimin nga zjarri, është momenti i fundit që me respektu prindin nëse dëshiron me shpëtu prej xhenemit. Kjo shprehje që ne përmendëm në hadith, raghima anfu, është alegorike. Arabët e konsiderojnë forma më e madhe poshtrimit kur njeriu t'i futet fytyra në dhe. Pejgamberi alayhis salatu wassalam po na thot në mënyrë figurative, nuk ka poshtrim më të madh, nuk ka nënçmim më të madh, nuk ka degradim më të madh për një njeri se sa me arrit babën edhe nanën gjallë, edhe pastaj mos me hyrë në xhenet. Pra nëse ke babën edhe nanën gjallë, i ke 2 mundësi me hyrë në xhenet. Nëse ke njënin prej tyre gjallë, e ke një mundësi me hyrë në xhenet, prandaj shfrytëzoje veçmas nëse janë të moshuar. Ne përmendëm që respektimi për prindrit është koncept i gjerë. Edhe kundërshtimi për prindrit është koncept i gjerë. Përmendëm se kundërshtimi ose mos respektimi prindërve ka limit. Në këtë kapitullin e 10, Imam Buhariu na sjell një shembull se kur manifestohet ky limiti ose kufini i respektimit të prindit. Është një kufi tjetër prej atij që ne e përmendëm më parë parimisht, edhe pse ky është i të njëjtës perspektive. Imam Buhariu e ka cituar Ibn Abbasin. Pra po kthehem nderuar vëllezër dhe po e përsëris atë që kam thënë në ligjëratën e parë. Dietarët kanë përmendur kur e kanë trajtuar si libër këtë libër që ne jemi duke shpjeguar, kanë thënë se Imam Buhariu ka përmendur hadithe, ka përmendur thënjet sahabeve, e ndonjëherë është shërbyer edhe me interpretime, me tefsire të sahabeve. Dhe këtë ne kemi përmendur edhe në ligjëratat e kaluara, por e kemi edhe tani kur ai e citon Ibn Abbasin, Allahu qoftë i kënaqur me të dhe baban e tij, i cili ka thënë se ajeti kuranor, imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma, është i abroguar, është i anuluar me ajetin ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Allahu te barek ve taala ka thënë, nëse ndonjëri prej prindërve e arrin pleqërinë tek ti, fala takul lahum ufin, mos gabon me ju thon as of. Ibn Abbas i ka thënë që ky ajet është anuluar dhe ne duhet ta shpjegojmë, duhet ta kuptojmë çfarë nënkuptohet me anulim, do ta shpjegojmë në vazhdim.
është anuluar me këtë ajetin në cilin Allahu te bareke ve teala ka thënë se Muhamedit dhe besimtarve nuk ju takon me kërku falje tek Zoti për ata që kanë vdekur në idhujtari edhe nëse janë të afërmit e tyre. Pra në qoftë se ka vdek dikush, s'është kon musliman, edhe nëse është baba, edhe nëse është nana, pasi që të vdes, ma nuk lejohet me kërku falje për të. Pse nuk lejohet me kërku falje? Për arsye se falja ma nuk ka kuptim. Kërkim falja nuk ka kuptim. Allahu te bareke ve teala na ka treguar në Kur'an që shirku, idhujtaria, është mëkat i pafalshëm. Nëse neve na bëhet me dije që dikush ka vdek në idhujtari, atëherë ma kërkim falja nuk lejohet për të, sepse nuk ka kuptim. Sepse Allahu te bareke ve teala ka thënë inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Allahu ka vendos, është rregull e tij. Ai që ka mohu Zotin, Allahu nuk e fal. Ka vdek si jo besimtar, ndash lutu, ndash mos lut, ati nuk i bën dobi asgjë që është përmendur. Ajo që ne tham, për të mos u keq kuptuar, ky ajet kuranor nuk e anulon respektimin për prindrit sa të janë gjallë ata. Pra nëse prindi është jo besimtar, e ka dhe kryqin, edhe mohon Zotin, sa të është gjallë, duhesh me respektu. Sa të është gjallë, nëse është i varfër, duhesh me u kujdes për ta. Ajeti kuranor bën fjalë në mënyrë ekskluzive për periudhën pas vdekjes, jo periudhën sa të është gjallë. Prandaj me këtë ajet kuranor që është përmendur në këtë hadith, për synim është periudha pas vdekjes. Pra nuk ka respektim, nuk ka lutje, nuk ka kërkim falje për atë që vdes si jo besimtar, qoftë bab, qoftë nan, qoftë vlla, qoftë modër. Prandaj për mos me ka qenë shumë i kujdesshëm Imam Buhariu, për mos me leju që me u keq kuptu këtë çështje, në kapitullin vijues ka përmendur një rast tejet interesant. Një rast të një sahabiu të përgëzuar me xhennet, Sa'd ibn Abi Waqqasit, Allah qoftë i kënaqur me të, i cili ka qenë i njohur për respektin që ja ka bërë nanës. Sa'd i ka thonë, unë jam një prej atyre besimtarve që për kitazi me mu, Allahu te bareke ve teala i ka shpallur 4 ajete kuranore. Dhe një prej këtyre ajeteve kuranore është ky. Thotë, kur e kam pranuar Islamin, nana ime është betuar se as ka me hangër, as ka me pi, pra ka bën një lloj proteste, derisa ti nuk e ndron fen edhe me u kthy prapë qysh ke qenë. Ky ka shku tek nana, edhe është sill mirë me butësi edhe i ka thonë nanë, edhe nëse vdes 100 herë, unë nuk mundem me lënë fen. Allahu te bareke ve teala në lidhje me këtë ka shpall ajetin kuranor, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Nëse baba dhe nana bojnë përpjekje që ty me të largu pe rrugës Zotit, pe fesë Zotit, fala tuti'huma, ky është kufiri, mos i respekto. Mirë po, a duhet që mos respektimi me u manifestu dhonshëm? Jo, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa, edhe sillu mirë në çështjet e kësaj dynjaje. Pra, vetëm këtë çështje nuk e respekton. Me butësi tregon, nuk mundem nga se besimi është mbi çdo gjë, Allahu është i pari, fjala e tij është e para, kam respekt madh për ty nën, kam respekt madh për ty baba, por fjala e Allahut është mbi të gjithë. Prandaj nuk mundem me lëm fjalën e Allahut te bareke ve teala. Imam Buhariu në fakt ka përmend edhe 2 raste tjera. Është rasti me Esmën, vajzën e Abu Bekrit, e cila ka thënë se nëna e saj që ka qenë jo besimtare, ka qenë idhujtare, ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe i ka thënë ka ardhur tek Esma, më falni, dhe Esma ka shkuar ka pyet pejgamberin sa, ka thënë ja Resulullah, ka ardhur nëna ime, a me i mbajt lidhjet unë me të, ajo është idhujtare? Ka thënë pejgamberi sa po. Pra përderisa nuk ka diçka që ty të bën keqin fenë e Zotit, që ty të pengon fenë e Zotit, respektoje. Madje këtu, nderuar vëllezër, ka një ajet interesant,
se ne ka përmendur Sufjan ibn Uyeyna, një dietar i madh, ka thonë la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din. Allahu nuk ju ka ndaluar parimisht që jo me u sill mirë me ata që nuk ju luftojnë në fe. Pra ne e kemi parim, kemi me u sill mirë me çdo kë, qoftë musliman, qoftë jo musliman, përderisa ai nuk na lufton në fe. Përderisa më parë pam se ne prindrit i respektojmë kufirësh deri ku? Deri tek aty ku paraqet mëkat ndaj Zotit, këtu ka edhe një kufi tjetër, ka një dimension tjetër të kësaj të këtij limiti, dhe ky është që nëse ata nuk na luftojnë në fe, ne sillemi mirë me ta. Nëse na luftojnë, atëherë nuk ka respekt për ta. Dhe rasti i tretë me të cilin edhe po e përmbyllim me lenin Allah te bareke ve teala është rasti i Omerit radhiyallahu anhu, i cili një ditë, siç rrëfen djali i tij Abdullah, Allahu qoftë i kënaqur me të dy, thotë se ka pa në treg një lloj pelerine, e cila i ka pas disa fije të mendafsht. Edhe sahabët kanë qenë të përkushtuar që me parë Muhamedit alayhis salam, më mirë se sa veten e tyre. Ka thonë ja Resulullah, sikur ta kishe blek të rrobë e mendafsht, kur vinë delegacione me u duk bukur, ka thonë pejgamberi alayhis salam, këtë robë e vesh ai që nuk ka hise në ahiret. Ai që nuk e ka xhenetin, ai e vesh të robë. Ai që shpeson xhenetin, nuk e vesh mendafshin. Ma vonë pejgamberi alayhis salam ka ardhur diçka prej pres, ja ka dërguar Omerit radhiyallahu anhu një robë të tillë. Edhe i ka thonë Omeri, ja Resulullah, ti nuk pranohe me vesh për vete, ma solle mu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, merre dhe dërgoja dikujt prej të afërmve tu që nuk janë besimtar. Omeri ka pas një vëlla, i cili ende nuk e ka pranuar Islamin në Mekë. E ka marrë këtë robë dhe ja ka dërguar vllait të tij në Mekë. Poenta qëndron tek kjo pjesë. Pra lejohet që ne, madje edhe me shkëmby dhurata, me ta afërmit tonë jo musliman. Kjo nën kupton se nuk bëhet fjalë për një raport të ftoftë, për një raport të zymt. Bëhet fjalë për një raport të gjallë, ne mbajmë lidhjet me ta, ne madje ju dërgojmë edhe dhurata, me këtë synojmë që t'u fitojmë shpirtin. Ajo që kisha pas dëshirë para se ta përfundoj këtu, në mënyrë që të mos keq kuptohet, ne po flasim për një robë të mëndafsht, cilën nuk e ka veshur pejgamberi alayhis salam, nuk e veshë Omeri radhiyallahu anhu, e pastaj po ja dërgojnë dikujt që ta vesh atë. E para është rregull, kanë thënë dietarët musliman, dhurata kujdo që i jepet, qoftë muslimanit, qoftë jo muslimanit, patjetër duhet jetë halal. Pra ajo që të na është halal, ajo ju dhurohet. Një jo musliman për shembull e pin rakin, a lejohet që unë m'ia dërgoj një shishe raki? Nuk lejohet. Atëherë cili është shpjegimi këtu që Omeri radhiyallahu anhu ja dërgoi vllait të tij një robë të mëndafsht. Imam Neveviu ka thonë qëllimi është se nuk ja ka dërguar që me veshaj për vete, po ja ka dërguar që me shit ose me ja udhuru grave, për arsye se ajo që ndalohet për neve, ndalohet që me udhuru edhe atyre. Pra nuk ja ka dërguar mëndafshin, edhe nuk guxojmë që me marrë si mesazh prej këtij rasti se jo muslimanëve mundem me ju bë dhe dhuratat këtilla, nga se ajo që është haram tena, ndalohet me ja u dërgu edhe atyre, thjesht për qëllim është që ja ka dërgu me ja fitu zemrën dhe jo se ja ka dërgu që ai me shfrytëzu atë për vete. Ky është kapitulli i 11 dhe i fundit për sonte. Ne me lenin Allahu te bareke ve teala do të vazhdojmë, mirë po do të vazhdojmë pas haxhit. Deri atëherë inshallah, elusallahu te bareke ve teala që të përfitoni prej hoxhallarëve që do të vazhdojnë çdo të shtune, edhe kisha bërë thirrje që të përgjigjen këtyre ligjëratave. Janë të organizuara vetëm për ju. Nuk ka asnjë interes tjetër, asnjë qëllim tjetër, përveç që ne të jemi në shërbim sa më shumë për ju. Prandaj mundohuni që t'ju përgjigjeni ligjëratave, janë të mirën tuaj. Allahu na bashkoftë në xhenet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.